për gjithmonë. Artan, pastaj të tjerat vinë e shkojnë. Artan prezantohet si ekspert i shërbimeve financiare. Po, ekspert financiar. Ekspert financiar. Ta fillojmë shpejt e shpejt. Si zhvillohet ekonomia? Ose të themi atë FIP-in, pra financiarisht i pavarur. Ekspert financiar i këtij portali. Se dua këtë financiarisht i pavarur. Siç keni ju këtë tuajën. Përfaqësohet, po, financiarisht i pavarur është portal. Financiarisht i pavarur. Për edukimin financiar. Për edukimin financiar me baza vullnetare. Pra duhet të shfrytëzoni këta që janë me baza vullnetare sepse janë fantastik fare, siç e ka pa unë Artanin. Pra financiarisht i pavarur, jeni të ngjeshëm. Mbaruat me rillsat e me gjërat e tjera, trak hyni atje, bëni ndonjë pyetje, siç do bëjmë pyetje tani do na tregoj Artani, si ekspert financiar, si zhvillohet ekonomia kur ti e le punën në orën 5, po themi. Erdhe tani në orën 6:30. Pra 90 minuta të ikën e se jak në trafik. Po na jep një mendim si zhvillohet ekonomia në Tiranë më kështu më me 90 minuta ke në trafik derisa erdhe këtu. Si ka mundësi? E përsëri ne ecim përpara, thot Rama. Ose thonë ekspertët. Po, ma thuaj. Trafiku për të vërtetës është një ndër, unë mendoj gangrenat, trafiku 1 dhe parkingu 2. Janë gangrenat që ka sot nga pikpamja urbanistike një qytet metropol në zhvillim siç është Tirana. Normalisht nuk është një proces i thjeshtë, sepse kur ulesh nga rrige të duket e thjesht menaxhimi, po që të jesh pjesë e strukturave drejtuese të një metropoli siç është Tirana, nuk është gjë e thjeshtë. Por duhet thënë, ka pas një keq menaxhim për mua të akumuluar ndër vite, pra është bërë një ndërtim pa asnjë lloj strukture urbanistike, pa asnjë lloj strategjie urbanistike, që kemi arrit në këtë pikën ku kemi më shumë kulla se sa parkingje. Dendësia urbane thuaj ti. Absolutisht është merr, dhe kjo është problematikë kryesore, sepse fillojnë zinxhir gjërat. Bllokohen rrugët, parkohet keq, bllokohen akoma më shumë rrugët, ndërkohë që ne në anën tjetër, administrata publike, këto nuk ka rëndësi fare se kush e ka bashkinë. Po, thuaj ti opinionin tënd. Nuk ka investuar fare në atë që quhet transporti publik, sepse në një ndër instrumentat kryesor që lehtëson trafikun nëpër qytet është transporti publik. Jeni të sigurt që asnjë nga ju, asnjë nga ne, nuk do të shpenzoj as naftë, as parking, as makinë, nëse ne do kishim një metro, nëse ne do kishim një sistem të autobusave kapilar në gjithë Tiranën. Një sistem korrekt, që e di që në orën filanore do dalësh në filanor të rrin në punë, pra nuk ke surprizë rrugës, absolutisht asnjë nga ne do merr makinën, shpenzim. Askush nuk e do. Madje edhe fëmijët do i çonin në shkolla me autobuse me radhë. Kështu që problemi është një gangren që për fatin tonë të keq, jo vetëm që s'është menduar më përpara që të zgjidhet, por ka duke akumuluar si problematikë dhe me arritur në pikën që sot Tirana është bërë unë do thoja një ferr i jetueshëm nga njerëz jo mëkatar. Kuptoj. Pra ti the edhe vështirësinë në mënyrën se do ikim neve, po me që jemi. Ti the edhe vështirësinë dhe ajo që nuk bëhet vetëm me këto njerëz dhe shërbimin urban. Ora i lëm këto. Me dy fjalë, ma thuaj ti përsëri ekonomia po zhvillohet, pavarësisht që njerëzit harxojnë 1 orë, 60 minuta për të shkuar në punë, harxojnë 90 minuta për të ardhur nga puna. Përsëri ekonomia po zhvillohet. Ata shpërndajnë aranxhatat në trafik. Pyetja është shumë e bukur, ekonomia zhvillohet edhe në kaos. Ekonomia zhvillohet në kaos, sepse ekonomia e kapitalizmit është bazuar mbi konsumit, që do thotë njerëzit, kozmopolitanizmi konsumon. Është pjesë secili prej nesh, pra jemi në metropol, është një qytet që shkon deri në rreth 1 milion banor. Një densiteti shumë e ngushtë, shumë e ngjeshur, për frym, por kjo nuk do të thotë që këta njerëz nuk konsumojnë. Pra nuk konsumojnë ose nuk bëjnë një jetë cilësore, nuk konsumojnë në formë cilësore, po konsumojnë. Pra ne do donim që të na kushtonte më pak e vajtura në punë, të kishim një kopësht apo një çerdhe apo një hapësirë për lojra për fëmijët më tepër, sepse do jetonin më cilësisht, po këto janë pamundura sot. Për fatin tonë të keq, sot nuk ka ngel asnjë lloj katrori i thjeshtë për bërë një lojra për fëmijët, një ambient të këndshëm ku qëndrojnë mosha e tretë me radhë. Është luks, është shumë e vështirë. Kështu që kur ne flasim për parkingun, kur ne flasim për makinën, për ta vajtur në punë, për të ardhur nga puna nganjëherë, dukem edhe kështu si ufore. Atë ne s'kemi gjë për fëmijët, ti do trafikun, ti do autobusin
Po fikse. Kështu që nganjëherë është për të ardhur keq kjo. Pra përgjigjja është që ekonomia zhvillohet edhe në kaos, por kemi minus thot tani, kemi minus cilësinë e jetës. Ai cilësinë e jetës nuk perceptohet, jeni në rregull aty mos lëvizni. Cilësinë e jetës është vështirë të perceptohet. Dhe shëndet, jo. Tirana në gjitha raportet ndërkombëtare të cilësisë së ajrit del si qyteti ndër qytetet më të ndotura. Pra që do të thotë këta njerëz që ecin në këmbë, këta njerëz që ecin me biçikletë, këta njerëz që pse jo dhe me makinë, thithin ato brinjtë absolutisht. Ne që jetojmë në Tiranë desim 7-10 më herët se ata që jetojnë në përreth. Po është normale sepse realisht ka një densi shumë të ngjeshur dhe ka një ndotje që vjen sa nga gazrat e makinave, një ndotje që vjen po aq edhe nga ndërtimi, pra grimse që pa ndërtim, sepse ne kemi në çdo 100 metër ka nga një kull që po ndërtohet sot Tiranë. Dhe kjo është kërkesa është, por na duhet të ndalim kërkesa është kur e mendon, kërkesa është shumë para nga burimi që nuk dihen, që kanë nga të ke raporte sot zyrtare të organeve legislatuese, ke njerëz në Tiranë që kanë 37 apartamente. Po 37. Pra kjo është investim, për shumë arsye. Investim ble sot dhe mbaj në portofol që ta shesësh X lek më shumë pas sa vitesh. Ka nga ata që i marrin duke menduar që është rrit bumi turistik dhe tentojnë të kalojnë në këto shërbimet Airbnb me qira ditore për të krijuar një të ardhur pasivër, pra një të ardhur përveç pagës dhe për të mbijetuar në kaosin ekonomiko kapitalisto që kemi, turbofolk që në të cilin jetojnë. Pra dolëm që apartamente, tregu imobiliar nuk është më nevojë e qytetarëve, por është nevojë investimit që është dhe nevojë investimit dhe ka edhe një element të tretë që unë harrova ta them. Tirana mos harrojmë që është metropoli, është kryeqendra e qytetit, që do të thotë gjithmonë ka për pas kërkesë. Se gjithë thonë, jo po fuska, jo po do shpohet, absolutisht do vi ka një farë mbi çmimit të tregut për arsye që tham, por Tirana ka për ta pas gjithmonë kërkesën e karikuar. Pse? Sepse gjithmonë njerëzit vinë nga rrethet, tentojnë të blejnë një shtëpi në Tiranë, të jetojnë në Tiranë me qira. Pse? Sepse këtu ka treg pune. Po të jetosh në veri të vendit një qytet vogël apo në jug të vendit një qytet vogël, ti nuk ke shumë alternativa. Me Malia. Pra me Malia, unë vi nga Rubiku, një qytet e vogël nga Mirdita. Pra atje edhe po të duash, jetash më cilësore, ajri është i pastër, miqt i njeh, ke një komunitet që, por ama nuk ke punë. Unë që jam ekspert i shërbimit financiar, në Rubik do kisha ngel pa punë. Ju që një marrë për filozofi, absolutisht do kisha ngel pa punë. Atëre profesor. Maksimumi më i madh do kisha punuar mësues i edukatës qytetare në shkollën e vjeçare. Maksimumi. Atëre profesor duhet të bëjmë harmonizimin se kur ti arrin thuaj format e investimit që duhet të bëjnë qytetarët. Atëherë pse nuk thuaj që unë kam fjalën për Tiranën, nuk e kam fjalën për Rubikun e me Maliaj? Jo, nuk e them. Pra ne dalim publikisht atje dhe nuk bëjmë ndarje. Jo, nuk e them. Nuk e them këtë, pse? Sepse kur vjen fjala tek investimet si koncept, edhe në aspektin e doktrinës, pra atyre që ne shpjegojmë për fakultetin në auditorët studentëve, investimi është një koncept që vjen si diferencë pozitive mes të ardhurave që unë gjeneroj dhe shpenzimeve që më duhen për jetën e përditshme. Pra, unë gjeneroj 10 lek, nga të cilat 7 lek më duhen për të jetuar bashkë me familjen time, dhe ai 3 lekëshin më ngelet në formën e kursimeve. Tash, këtë 3 lekëshin unë mund ta mbaj, për ta bërë më të thjeshtë për publikun. Unë ka dy zgjidhje, ose do e mbaj në formën e kursimeve të pa investuar, të tipit dhe kursimet qytetarët njohin si kursime dhe para që mbajnë poshtë stekut për një ditë të zezë pra shkëtermi kursime është poshtë stekut, por nuk të sjell të ardhura. Por ti mund ta bash dhe kursim në një depozit bankare, ka një të ardhur relativisht të vogël, pse? Sepse i siguron 100%. Dhe një farë niveli të caktuar, sot shteti ka ato instrumente, ka agjencinë e sigurimit. 2.5 milion lekë të rejtë. Absolutisht, agjencinë e sigurimit depozita, që i garantuar, por kjo nuk është investim, sepse norma e këtij është shumë e vogël. Ka alternativa të tjera që mund të investosh, ka duke filluar që nga instrumentet financiare, siç janë bonot e thesarit, obligacionet e thesarit, fondet e investimeve, fondet e pensioneve, pse jo dhe ndonjë aksion. Dhe kur themi aksione, nuk duhet me menu Apple-in apo Google-in që investon në bursë. No, ti mund të bësh aksioner dhe i te direktori i lagjes. Edhe tek parukierja e lagjes. Pra bësh me një mik të përbashkët dhe thua, vlla, hajde ta bëjmë të biznesin te kjo lagja e dendur këtu që na ka mbledh si bletët kozmopolitalizmi. Kozmopolitan këtu në një vend. Hajde ta shfrytëzojmë ta kthejmë në alternativë pozitive, hajde bëjmë një biznes të vogël. Për çka ka nevojë kjo lagje? Kjo lagje nuk ka një parukiere. Hajde ta aktivojmë lekët bashkë ose një berber. E çojmë lekët bashkë edhe investojmë. Pra, kur themi aksione, është kjo ideja e sipërmarrjes. Mund të bësh një sipërmarrës, qoftë pak lekë. Unë mendoj që të bësh sipërmarrës nuk duhen
kapitale pafund. Duhet kapitale, po që mund nisësh, duhet ta kuptojmë që edhe kompanitë 300 vjeçare, ato që janë listuar në Bursën e New Yorkut, të tipit ku diun General Motors, Emerald, kanë filluar dikur si startup, si kompani të vogla, me 1-2 veta, me një garazh, me një tjetër. Kështu që ka gjithmonë një nisje, gjithmonë nëse ke fondet e lira, pra do të kesh një tepric kursimesh, dhe do të kesh vullnetin, do të kërkosh. Kjo është e bukur, duhet të jesh i lirë, sepse ndoshta ka segmente ku ti edhe po duar shtysh nuk hyndot. Sepse ndoshta janë disa segmente që në duk janë të lira, po ti nuk hyndot. Po në duk janë të lira. Telefonia celulare, tjera që kërkojnë kapitale. Edhe kapitale të mëdha, po edhe sikur ti kesh ato kapitale, ti hyndot. Por këtu po flasim për biznesin e vogël dhe të mesëm që janë njerëz të thjeshtë që mund të përfshihen. E solle shumë bukur, e solle me një biznes të vogël që ka nevojë për kapital. Absolutisht. I beson se duhet mbi bazën, absolutisht, mbi bazën e kësaj është besimi, se ti nuk mund të besosh lekët njeriu të panjohur. I beson, shumë e rëndësishme. Zakonisht bizneset e vogla nisin mbi bazën e njohjes, dhe njohja mund të jetë lidhje fisnore, lidhje shoqërore, e nis me vllajin, me punatin, me çunë tezës, me radhë, ose e nis me shok klasë, e nis me një kujtun. E nis me njerëz që ti u beson. Ka një njohje më herë. Sepse ti ke një profesion tjetër. Këtë nuk e ke profesionin të përditshëm. Ti merresh me këtë portalin e këndshëm që përfaqësohu që merresh me tjetër logjik, ndërkohë që ai zotëria ka marrë një kurs për berber, por nuk i ka lekët për të bërë që shi bashkohet aftësia njerëzore e një individi që është tjetë i shkolluar për të ofruar të shërbim, dhe kapitali një individi tjetër që ka i farë kursimi, po që nuk ka mundësi të merret me të punë. Kjo në pamje është shumë mirë, por njerëzit hasin vështirësi. Ti ke ndonjë teknikë me 4 fjalë si mund ta forcosh këtë marrëdhënie? Jore nuk ndihen mirë, do më bëj gol, thot ai. Jo po unë kështu, jo po ai s'më tregon historikun. Të gjitha gjërat, të gjitha bizneset kurdo që nisin mbi bazën e besimit. Rrugës jeni të bindur që lindin janë ndarë edhe aksionerët e sot, nuk e di nëse keni parë atë filmin e famshëm me Mark Zuckerbergu që tregon historinë e Facebookut. Edhe ata kur nisishin çuna në të njëjtën dhomë, në të njëjtin fabrik, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, studionin IT në Harvard, Emerat, e nisën si kolegë të një dhome atë, të një kati, me ide të bukura, pa ma rrugës, kur u rrit kompania, kur filloi të bindën në sytë e investitorëve. Dëgjojni me vëmendje se shumë e rëndësishme për shqiptarët, po. Hyn investitorët dhe arrin të ndallojnë kush është më i afti, kush është më i zoti, dhe pastaj filluan ofertat veç e veç. Atë lumt. Është çështje financiare mes, ku përzihet çështja financiare dhe ata u ndan pastaj. Aksionerët sot të Facebookut nuk janë aksionerë që kanë startuar përveç Markut që është i pari. Dhe si Facebooku, absolutisht çdo korporatë e madhe sot, ose për shembull një rast shumë i famshëm është McDonald's-i. Po, McDonald's kur u krijuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, u krijuar në mos jam gabim nga 2 vëllezër polak që kishin emigruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, bënin ca tip hamburgera qoftë shumë të këndshme me patate të skuqura në një nga ato vendet brenda në pjesën e Amerikës së brendshme pra interiore. Arriti dikush që ishte ekspert marketingu, ja u pëlqeu, pa që kishte goxha kërkesë, u propozoi këtë emrin se ishte një fare fancy si emër, kështu i lezetshëm. Dhe ata ishin shumë të ngurtë, po ama zotëria ja u mori me kontrata, të drejtën e përfaqësimit, të drejtën e shpërndarjes, të drejtën në çdo vend që ata hapnin nga i zyrë, zotëria shkonte përpara blinte pronën, e fuste vet në hipotekë, dhe një ditë bukur kur ata u zgjuan, i thanë jo s'duam punoj më me ty. Si ta zotëria se ai kishte marrë markën, kishte marrë gjithë. Pra, në biznes ka gjithmonë problematika të tilla. Po duhet të problemi është po. Po nuk perceptohet. Tieni të bindur që secili që merret me biznes ka ca thinja më shumë se sa dikush që nuk merret me biznes. Por përveç thinjave duhet ta bëjmë të diturore, sepse unë jam sociolog. I lindur, i diplomuar dhe i sëmur pas sociologjisë. Unë nuhas në shoqërinë shqiptare që kemi një kulturë të kësaj natyre që themi, unë nuk hyj në garë, po nuk e pash garën të sigurt që e fitoj. E kemi mentalitet. Në kapitalizëm nuk ka asgjë të sigurt. Bravo. Ka një shprehje që thotë there is nothing as a free lunch, pra ose nuk ka asnjëherë drejt falas. Falas, atë. S'ka drejt falas. Pra ne duhet të përpiqemi të vëmë kapitalin ton, njohuritë tona,
konton, pse jo nganjëherë dhe fizikun, se duhet punosh edhe pavarësisht se mund të kesh marrë sociologji, po nise një punë duhet marrësh edhe gotat, shishe. Sigurisht të lësh xhamin e makinës. Kur kemi qenë student, kemi punuar kamarier, kështu që edhe është krenarim madje. Kështu që nuk ka një gjë që vjen nga qielli një, pra me hyjnoren, dhe nuk ka një gjë që vjen pa lidhje e fituar. Sa i përket shoqërisë, kjo është një debat shumë i këndshëm që unë kam qenë ta bëj me miq. Në Shqipëri ndoshta mendoj unë, kjo është për debat pastaj, në 45 vite ne ndryshuam totalisht mënyrën e të logjikuarit, mënyrën e të menduarit. Mendonim ose nuk guxonim të mendonim për te atij kuadrati që na kishin vizatuar, sepse po të tentonim të dilim jashtë kuadratit, ose shkoja në burg, ose të vrisin te kloni, ose ku diun të degjenorin gjithë fisin. Edhe si do ta lidhim pjesën atij me tani? Jo, dhe e kam tjetër kund. Pra, edhe koncepti që George Orwell tek viti 1984 shpjegon për Big Brotherin e famshëm, ose vllai i madh që shef çdo gjë, mendon çdo gjë. Me këto lloj fryme ne u rritëm me idenë që s'kem pse mendojmë ne, nuk na duhet ne të mendojmë, se shteti aty që mendon gjitha. Dhe sot e kësaj dite ajo çka është alarmante mendoj unë, edhe pse kemi kaluar 35 vite ekonomia e lirë e tregut, kapitalizëm, ne akoma mendojmë shteti. Çfarë do na japi shteti, si shteti do na ndihmojë, ndërkohë që asnjëherë nuk i themi vetes, ore, unë çfarë po bëj për ta ndihmuar tanin. Unë çfarë po bëj për të ndihmuar Renatin. Po më mjafton thotë që jam shtetas shqiptar, unë jap votën të vazhdoj ai thotë. Ai po vjen çik për vetet më japin gjë. Shtetas shqiptar. Perceptim ky. Shteti në çdo ekonomi të zhvilluar ka disa detyra që nuk i ofron dot kurrë mekanizmi i kapitalit privat. Për shembull, i kapitalit shtetror. Diplomaci. Po pra, sa do, përpiqu sa duash ta privatizosh diplomacisht, nuk arrin. Këtë ushtrim, pra pjesën e mbrojtjes, ka segmente të caktuara që ti mund t'i blesh privatisht, një bodyguard, një grup me ushtarë që të ruajnë etj etj, po ti nuk blen ushtrimin e një vendi. Mund blesh mercenar, mund blesh njerëz, mund blen ushtrimin e një vendi. Pra, janë disa sektor që historiku, mira vjeçar i njerëzimit ka treguar që nuk mund të shkojnë në privatizim, nuk shkon sado. Segmentet të caktuara, shëndetësia, arsimi, segmentet të caktuara privatizohen, pa ama vetëm tek njerëz që kanë luksin dhe kanë mundësinë dhe kapacitetin financiar për t'i blerë këto segmente, pra arsimi i lartë i shtrenjtë, shëndetësi në spitale private dhe shtrenjtë, por ama pjesa tjetër masa popullore, dhe në këto segmente pritet që realisht buxheti i shtetit të jetë kontribues, sepse nuk është qëllimi për të ofruar me fitim atë shërbim, qëllimi është për të shërbyer qytetarin. Pra, dhe në këto segmente, pra mbrojtja, diplomacia, ushtria, gjykata, e tjerë, drejtësia, shërbimi ndoshta ofrohet me kosto. E mbuluar kjo kosto nga buxheti i shtetit, sepse ka kosto. Gjyqtari ka kosto. Ajo makina që nuk të dënuarin nga gjykatësor, gjitha këto, por ama askush nuk i kalkulon këto. Po pse nuk i kalkulon? Ne patëm vrasjen një gjyqtari para ca ditësh. Dhe u tha që jo, po nuk ka siguri, ditimi të bindur që ajo pjesë, ajo lloj studimi është bërë që ka kosto. Dhe prandaj ndoshta e kanë hequr, po kanë hequr me çfarë kosto? Me kosto. Po nuk doli ajo, nuk na doli se sa ishte dëmi i një gjyqtari të vrarë. Pikërisht, pra dua të them që në disa shërbime dhe në disa sektor shteti duhet jetë, është pranuar tashmë edhe nga ata ekstremët pro kapitalizmi, sepse realisht ne në gjuhën tonë teknike i quajmë monopole shtetërore, pra dohen monopole natyrale, natyrale, pra që jo se janë monopol se është me ligj që ky treg është monopol, por nga që nuk hyn kapitali privat për ta bërë këtë gjë, ngelen pak a shumë duan apo s'duan, i ngelen shtetin që për t'i bërë. Kështu që shteti po duhet, mua si qytetar shqiptar të më ofroj përfaqësimin diplomatik, të më ofroj drejtësinë, të më ofroj rendin e merat, po deri këtu. Pjesa tjetër nuk pres që shteti të ngjej punë. Bravo. Mira do ishte që shteti në disa grupe shoqërore të ishte selektiv dhe mbështetës bazuar mbi meritokraci. Ka njerëz që e meritojnë të jenë diku, por pamundësia financiare e familjes, e rrethit, nuk u jep. Por ai është i mirë. Dhe prandaj janë shpikur instrumente, jo bursat, po ama meritokrate, jo mbi bazën e tarafit, jo mbi bazën jo mbi bazën e politikës. Kështu që edhe në sektorët ku realisht ofrohet, si me thonë, kjo shërbimi privat apo kapitali privat apo diun, her pas here shteti disa
mekanizmat, disa grupime të marginalizuara mund t'i mbështesim, ama gjithmonë duhet mbështetur mbi bazën e meritokracisë. Është e pafalshme që parat shtetërore publike të shkojnë për qoka politike apo për mbështetje pa lidhje. Po të kuptoj, unë dua si mund të sinergjohet ajo pjesë e shoqërisë që thotë e këta gjë e ka shteti për detyrë. E ke parasysh ai mentaliteti që kemi që atëherë neve dhe trashëgojore e ka shteti thotë. Për shembull, Ratërmeti, shteti u dha këtyre shtëpi falas, njerëzit po çuditen, gjithë ky s'është kapitalizëm. Pra të tha urdhëro ti të Ratërmeti tani po marrin shtëpi të re këta në kombinat, dhe ankohen, nuk duan. Si e shpjegon ti këtë gjë? Pra shteti një sekond të lutem, si ta them unë ty, cookies quhet në anglisht, disa biskota që do t'i manipulojnë njerëzit që të rinë me të vjetrën, se i ka më të lehtë për të shfrytzuar. Jo, unë nuk mendoj se ka të bëjë domosdoshmërisht me interesin e shtetit dhe vazhdoj të kam ngul që biseda jonë këtu është parimore, nuk parimore, këtë duhet ta themi se nuk asociohet me asnjë lloj pushteti, me asnjë lloj qeveri fare, do unë flasim parim, një shtet X diku në Bahamas. Pra, unë e përmenda në her pas here aty ku nuk mundet mekanizmi i kërkesë ofertës ose mekanizmi i kapitalit. E ktheve përgjigje. Ta ofroj si shërbim, ta mundsoj si shërbim, absolutisht duhet shteti. Dhe në rastin tonë, kjo është fatkeqësi natyrore. Tërmeti, një tsunami nesër pas nesër, mos e dhënë Zoti, të gjitha këto janë fatkeqësi natyrore. A ka mekanizma që ne të mësojmë nga ka, absolutisht ka polica sigurimi. Gjëra që vendet e tjera i kanë bërë më përpara sepse janë hasur ato më përpara. Kanë qenë struktura shtetërore më përpara, kanë ditë të reagojnë në raste emergjence, me radhë ne thjesht kemi mësuar prej tyre, po ndoshta jemi shumë vonë. Pse jemi shumë vonë? Jemi shumë vonë në organizimin e radhë parë. Jemi të organizuar në mënyrë perfekte të çorganizuar. Por në anën tjetër kemi edhe buxhete të brishta sa i përket shtetërore, sepse fatkeqësisht shpenzojmë shumë për makina, për zyra, për mobilje, për fushata elektorale. Mendojmë që qytetarin e thjeshtë, po për çfarë duhesh të shpenzojmë nga këtyre? Për qytetarët. Për qytetarin e thjeshtë, për këto zona që janë të marginalizuar, për këto zona që përmbyten her pas here, për këto zona që janë të ekspozuara ka risku tektonik pra të tërmetet. E kuptova. Duhet her pas here që realisht qeveria apo shteti këtu po. Dhe kjo mbi bazën e meritës, pra jo t'japi shtëpi dikujt se voton partinë X, apo t'japi mos ndryj fare aty, po flasim në parim, sepse ka lloj bisedash jo i atij, po flasim në parim. Pra në këto raste shteti ka të drejtën, nuk mund të jetë kapitalist që ka Amerika. Po sepse është plagë sociale ajo. Pra në fundit pse qëndron një shtet? Pse qëndron një qeveri? Qeveria vjen për të rritur mirëqenien e qytetarëve. Pra merr një mandat të deleguar. Pra ne votojmë secili, i delegojmë pushtetin një grupimi të caktuar që janë 120 deputet, të cilët supozohet që të nxjerrin ligje më të mira, të përmirësojnë infrastrukturën, e gjitha të na përmirësojnë cilësinë e jetës sonë, pra mirëqenien tonë. Kështu që në këto kushte, kur kjo është një demokraci e deleguar, absolutisht shteti duhet bëjë një farë disa detyra, kryesisht me shoqëritë, pra me grupimet në nevojë, sepse pra grupimet në nevojë. Jeni të bindur që sado i pasur t'jeni, nëse ndodhi tërmet dhe ju shem atë vilën e famë, përsëri ju do ndjeni i një farë mënyre i dënuar. Absolutisht, do keni problem financiare dhe ju do kërkoni farë ndihmë ose shëndeti. Shëndeti s'pyet ai i pasur apo jo. Covidi për shembull ishte një nga rastet ideale që ne në gjuhën ekonomike i quajmë fenomeni mjelmës së zezë, pra është një term që e përdor Nassim Taleb, që është një ndër ekonomistët e famshëm që është dhe Nobel Prize. Ai thotë që një miel me zezë, jo zakonisht, por mielmet janë gjithmonë bardha. Dhe ai fenomenet ekonomike të tilla e shpjegon. Nëse është një miel me zezë, është një fenomen që vjen nga asgjëja. Pra një asteroid godet tokën. Ky është një fenomen që ti s'parashikon dot. Dhe të shkakton plagë sa duhet. E njëjta gjë ndodhi me Covidin. Ai të tilla, ai nuk dinte që do ndodhte Covidi normalisht, por mënyra si e shpjegon për fenomene të tilla. Për shembull, Covidi ishte një miel me zezë në ekonomi. Ishte diçka që nuk e parashikon dot kush, po pati një impakt jashtëzakonshëm në mënyrën si ne perceptojmë jetën, në mënyrën si shohim tashmë të ardhmen. Nëse deri dje un kam paktën se këtu pas hyj në fushën tënde dhe ndoshta ta zhvillojmë debatin, ta zhvillojmë që të jemi të dobishëm. Plot njerëz, ndoshta përfshirë mua këtu në tavolinë, që mbas Covidit e kanë ndryshuar
mënyrën dhe filozofinë e jetës. Nëse deri ndje bënim 3 punë, Sa i madh. Po duhet ta thuash ore. Pikërisht pra, nëse deri ndje bënim 3 punë Po për hir të kapitalizmit dhe të rrisim mirëqenien e fëmijëve të familjes, tashmë themi, ç'të duhet 2 punë. Bravo. Do vini diçka që s'të duan ato lekë, rrime fëmijë, merre për dorë. Po, kjo është mos e vërtetë. Te kodat e liçenit, s'ka tjetër. Por tani të bëjmë pyetje fikse, është mos e vërtetë. Pra ëndrën kolpo dhe u tërhoqën nga ambicia puno. Po mos ndoshta indirekt u bëm delebel. Jo dembel, dua të them se u rit kërkesa, u rit paga e punëtorit, u rit temase, s'ka punëtor thon. Për mendimin tim, jo se s'ka punëtor, për të paguar njëri. Po këta thon s'ka punëtor përsëri, sepse ai nëse Gjerdi donte 40.000 lekë, sot do 80.000 lekë të marri rrogën. Është pa komplekse kjo gjë, një pjesë e mirë e këtij fenomeni mendoj unë. Ka ardhur nga emigracioni i trive, një pjesë e mirë. Ne kemi diasporën e re, mos harrojmë në 45 vjet e fundit, kemi shumë të rinj që janë larguar dhe kjo vjen jo për shkak se Shqipëria pati shumë probleme këto 45 vjet. Jo, ne e njëjta Shqipëri jemi, madje plus minuse dhe njëjta Shqipëri. Ka pasur një ndryshim të politikës së tërheqjes së emigrantëve në Bashkimin Evropian. Nëse dikur në Gjermani ishte tmerrsisht e vështirë të shkoje, të fillojë një punë të zezas që bëj fjalë, tashmë Gjermania po e sheh plagën e popullatës vet. Gjermania, Brukseli, Belgjika, Perëndimi, kryesisht Europa. E sheh që është plakur popullata e saj, e shohin që gjithnjë më tepër kanë probleme me skemat e tyre të pensioneve, sepse që të marrin pensionet ata sot duhen të tjerë të punojnë, të paguajnë sigurime e kështu me radhë. Kështu që për këtë arsye, shumë vendet e Bashkimit Evropian i kanë zbutur. Pra ti shikon se kanë forma, absolutisht. Pra kanë hikur një pjesë jo e vogël, edhe statistikat të tregojnë. Kanë hikur një pjesë jo e vogël, po kanë hikur sepse është lehtësuar andej për të qëndruar. Dhe kjo ka rritur ishte absolutisht. Kjo një. Pra, po hikin rinia, ndërkohë që vazhdojmë ata që kanë një farë familje, kanë një farë që është e vështirë të moshën tonë shkojmë bëjmë me emigrantin. Okej, ne qëndrojmë. Dhe kjo është kërkesë ofertë, krahu i punës. Në moment që reduktohet oferta, absolutisht ngrihet çmimi. Kjo një. Po unë mendoj që edhe Covidi ka ndikuar në çika, sepse dikur bënim edhe 3 punë, sot bëjmë 1 punë, 2 punë. Po pra këtu do të dua, nuk më intereson. Ni çfarë nuk vjen. Dua të dal mas ditën me fëmijën, dua pas ditës të jem pranë familjes, nuk e dua punën. Sepse jeta është shumë e shkurtër. Të shijoj fëmijën sa ka mundësi. Amon çfarë përgjigje morëm. Pra janë një kompleks situatash dhe një kompleks gjërash. Thënë kjo, nuk duhet të dalë në anën tjetër zot, sepse edhe biznesi ka problematikë. Është ai biznes që shumë vite ka abuzuar me këtë ofertë në masive. Po duhet ta thuash për. Pra i ka parë si skleva. Pra biznesi ka parë si skleva. Pra nuk ka investuar fare. Ose edhe kur i ka paguar gjysmën e të zezë, gjysmën e të bardhë. Nuk ja paguar sigurisht si duhet, nuk ka dhënë ditët e lehtë që takon me ligj. E njësoj se ka parë si asaj mos ai natë më vjen por edhe. Dhe unë mendoj, një ndër problemet më të mëdha që ka kapitalizmi shqiptar është në 35 vite është që nuk e ka parë individin si asetin më të çmuar të sipërmarrjes private. Ata u them unë. Jemi dhënë, ndoshta kjo vjen nga skamja që kishim për 40 e sa vite në tjetër sistem. Nuk kishim, njeriu ishte zvetnuar në atë sistem. Pra flitej për njeriun e punës, flitej për shumë gjëra, po vetëm për njeriu nuk mendonte ai sistem. Kështu që në këtë pikë ndoshta njerëzit ishin ngopur me llafe boshe dhe ishin të dhënë mas materies. Pra të kem sa më shumë, të marr sa më shumë punë, të marr dhe këtë, të bëj dhe këtë, të shtoj dhe këtë. Në kohë që në fundit kur e mendon filozofikisht, jeta aq është. Po, aq është marrë me vete. Aq është dhe nuk është sipërmarrëse, se po thënë se nuk është emancipuar. Unë e di sa lukse shikoj kur vjen punon njëri në sipërmarrjen tënde. Dhe nëse ka mbi 5 vjet unë e quaj aset. Edhe unë kështu mendoj. Sepse ai është ke pulsi punës, pa qenë ke puna. Edhe unë kështu mendoj. Ndërkohë ai thos më kërcet. Personalisht do isha gati të fitoja shumë herë më pak, nëse do isha sipërmarrës apo në ato pak sipërmarrje që kam tentuar të bëj dhe unë, se gjithë përpiqemi në këtë kozmopolitanizmin e kapitalist, i kam dhënë shumë më tepër prioritet kënaqësisë në punë, ajo që quhet kënaqësia apo job satisfaction të individëve, i kam trajtuar si koleg, si miq, kuptohet, për ata që nuk abuzojnë, se është thik me dy presa kjo, se ka dhe nga ata që abuzojnë, jo gjithë, po ka dhe nga ata që abuzojnë, po që marrëdhënia njerëzore është shumë e rëndësishme. Atje kupton.
absolutisht. E përcjell ti Artan, e përcjell bisedën midis të tjerë. Kur shikon një lloj mediokriteti. Absolutisht po, absolutisht po. Aseti për mua, burimi më i rëndësishëm i një sipërmarrje është aseti njerëzor. Po çfarë flet? Në qoftë se nuk do jenë, sepse një punonjës i pakënaqur nuk ka rëndësi nëse ti e do apo se do punonjës, nuk ka rëndësi nëse të pëlqen apo s'të pëlqen. Origjina, ngjyra, janë shumë gjëra. Nuk ka rëndësi të pëlqen apo. Në qoftë se punonjësi nuk ka respekt për ty si përmarrës, si kapital. Nuk e përvetëson veten me vendin e punës, por është thjesht si një punë. Po vjen mekanikisht pra të rrogën. Do të vjedhi. Dhe kur them do të vjedhi, jo domosdoshmërisht do fusi dorën në xhepin tënd të vjedhja dhe klasikun e fjalës vjedhje, por edhe neglizhenca vjedhje është. Neglizhenca, shpërdorimi është kosto për biznes, është kosto për sipërmarrje. Kështu që unë mendoj që kënaqësia në punë, vlerësimi i aseteve njerëzore, sidomos sot, ajo ka qenë gjithmonë, po sidomos sot, për sipërmarrjen private është një këmban alarmi që uroj ta kem kuptuar, por jo. U duk sikur e kuptuan ja 2 vite, por më duket sikur kanë filluar ta mbushin tash me sklever të ri që sjellin nga Azia. Bravo. Edhe unë shikoj. Është vërtet keq, pra nuk kanë ndryshuar asnjë mentaliteti. Thjesht ndryshuan lëkurën, edhe marrin nga Azia, marrin filipinezë. Jo vesin. Po nuk kemi kaluar tashmë, jemi bërë feudalo, kapitalisto, sklavo pronar, në vazhdimsi, perpetuum mobile. Për një gjë vras mendjen unë, ti si e shikon? Unë i shikoj si përmarrëse sikur sukrecet fare për ndjenjen vetare. Ti si e shikon nga jashtë? Ai kupton, ai çfarë nuk duam t'ia dinë, ai kupton, këtu do t'i bijmë, këtu do vjedhim, pastaj do vemi të prishim lek, duke shkelur semaforin me të kuqe do pagojmë rishfet që jemi të Zot, pastaj do i thash njëri të një shëkutim, por i thash ai më tregonte mua prishte fundjavën deri në 40.000 lekë të reja, 50.000 lekë të reja. O zotëri, thash unë, aty ku pi kafe, këtë që prishti një në javë, po t'ja ndash punojësve, nuk do të rrijaj banakirja që turi i varur, i thash unë, ke 8 vjet. Ai nuk merrte, nuk nxinte, nuk e has këtë lloj bisede. Prap i kthem debatit të zvetimit të disa vetive që njerëzore që ne duhet kishim pasur, po që për 30-40 sa vite. Vetive të njeriu, tek ktheve përgjigje. Ne na u patëm superinflacion adheun, kombin, ishim kështjell graniti në brigjet e Adriatikut, ishim halë në sy për gjithë armiqtë, fjalë të tilla, sidomos brezin tonë sipër, po kjo nuk ndikon tek trit. Të rrit mendoj unë, fajin e kemi vetë. Duke filluar që nga unë apo ti që jemi prindër, sepse ndoshta i llastojmë çik pak brezat e ri, ndoshta ja u bëjmë çik më shumë të lehtë, ndoshta ato mungesa që ne kemi pasur në fëmirin tonë, po që kemi luftuar fort që ti kemi, përpiqemi me çdo kusht t'ua bëjmë gati fëmijëve, t'i bëjmë gati, mos t'u mungoj asgjë, por në një farë mënyrë ndoshta po rrisim një brez dembelësh, ndoshta po rrisim në rastin më të keq dembelësh, në rastin më të mirë brez i pamaturuar. Pamaturuar, s'kërkon asgjë. Sepse është përballur me vështirësinë e jetës. Kalamau im nuk lëviz fare. I kolema thotë rat fillove ti ka mendimin tim. Kështu që them diçka kam babain, unë ka babai im, ka një dyqan materiale ndërtimi. Pa i shpeshherë kur i them unë kjo është investim, duhet ta bësh, pra të sjellësh një lloj që të kesh inventarizimin në kohë reale të biznesit tënd, të mallit stok. Një software, një gjë. Bravo, sa ka ky produkt, ku ke marr, sa ke kapitali. Ai në çdo rast mua investimin më krahason me shpenzimin. Dhe nuk mundohet vetëm me babain tim, mundohet me shumë. Çfarë investim thotë ky është shpenzim. Edhe kjo është një çike kuklavitur se unë ngelem për t'ja u thënë. Si ka, investimi është lloj shpenzimi, por që në këmbim nga shpenzimet nuk të sjellin, pra shpenzime nuk është se të sjellin një normë kthimi ose një diçka mbrapsh domosdoshmërisht. Ti dhe i shpenzim ujë, për shembull, është shpenzim që nuk të sjellin. Po, e përdor stafi, e përdor të vetë, po që është një shpenzim që del dhe nuk është se i kthehet kompanisë në formë si fitim. Ndërkohë që ajo që quhet investim, pikërisht është investim në asete, është investim në disa lloj mekanizmash apo në disa lloj toolsash, mjetesh, që ne na kthejnë në të ardhmen, të shtrirë në kohë, na kthejnë diçka më tepër. Pra, për shembull, për ta bërë më të prekshme, fiks në rastin e babait tuaj. Në rastin e babait tuaj, nëse ai do investon në një software të vogël, me X shumë, nuk ka rëndësi. Pa më 400 euro kushton ai. Pikërisht. Ka 100 euro. E ke në majtë të gishtave të gjithë stokun. Do kishte të gjithë stokun,
transparencën Po, maksimale. edhe matrikulonje me barkod. Absolutisht, do ta gjente shumë herë më kollaj. Do konsumonte shumë më pak kohë për ta gjetur në ato magazinë në vëmundshme që kemi vitur, se materialet e ndërtimit janë inventar i imët e quajmë ne. Kërkon jashtëmarrëse shumë. Kështu që do uleshin kosto për njësi, tjetër do arrinte të parashikonte se sa gozhd i duhen, se sa bullona i duhen. Pse? Sepse do ditë në çdo moment do dilin aty të lum. Do shite kërkesën, sa veta erdhën sot për bler gozhd, do ishte jaftë nesër të porosiste gozhd në kohë që mos ngele, ose nuk do mbi porosiste, nuk porosiste më shumë të ngelej aty. Se edhe këta se kuptojnë. Inventari që nuk qarkullon është kosto që ti nuk e ndjen, po është kosto e madhe, kupton gjithë lekë. Që të gjitha këto, në fakt, po që kanë nevojë, sipërmarrës janë bërë, ka 3 komponentë për të bërë sipërmarrës. Të lumt, ka 3. Kjo është shumë e rëndësishme. Teknikisht dolëm. Vazhdoj. Pra, herën e parë duhet ajo që ne e quajmë shpirti i sipërmarrjes. Po, ajo që s'do diplomë. Që themi neve, jo diploma, jo kursi. Bravo. Populli thotë sa të mendohet i mençmi, budallaj ka mbaruar. Shpirti i sipërmarrjes. Kjo nuk është në gjuhën e doktrinën ekonomike, që është shpirti i guximit. Po. Pra të duhet guxim të hysh në një sektor caktuar, të guxosh të hedhësh një hap aty ku sa hedh dikush tjetër e me radhë. Pra kjo është komponenti kryesor për të filluar një sipërmarrje. E dyta, që nuk është më pak e rëndësishme, është kapitali. Se unë e ti mund t'jemi të guximshëm, po s'padem lekë që t'investojmë, që edhe kapitali është një element shumë rëndësishëm. Po, kapitali. Këto të dyja, në pjesën më të madhe të biznesmenëve shqiptar duke filluar, që nga një sipërmarrje me 2 veta, apo 1 vetë, e deri te korporatet e mëdha me 2000 veta, të gjithë ja kanë pasur. Ka dhe një komponent 3, e kanë pasur. E kanë pasur. Që kanë nisur. Ta kjo e kanë. Pjesë më herë të parën e kanë pas gjithë, guximin. Kapitalin dikush më shumë, dikush më pak e kanë nisur. Dikush e kanë nisur vogël, dikush e kanë nisur më. Ka dhe një komponent 3 që është prapë shumë i rëndësishëm, por që nuk e kanë gjithë. Dia. Pra ti duhet dish, unë duhet bëj një biznes në raketa bërthamore, po që unë s'marr vesh nga raketa bërthamore. Ose unë duhet bëj një biznes në një biznes që ka një inventar të imët, po në qësë s'di kontabilitetin, në qësë s'di hyrje daljet. Pra kaluam nga guximi ashtu, qora, zgjidhje, drejtim, dia është element shumë i rëndësishëm. Ndalëm ke dia. Për shumë vite, biznesi shqiptar, dhe kjo është prapë flasim para mirë, biznesi shqiptar për shumë vite këtë dije në ka blerë. Po, që do të thotë, ka gjetur Renaldon, ka gjetur Artanin, hajde, ti je inxhinier fizike, po. Urdhër rrogën, hajde puno për mua. Ti je inxhinier ndërtimi, po, unë jam sipërmarrësi, unë kam kapitalin, unë kam firmën. Kjo duket okej. It's okej, kështu funksionon, dhe nuk bot, absolutisht. Se çfarë s'do bëhet ashtu? Jo, kështu funksionon. Thjesht është ideja që jashtë nuk ja han hakun dijes. Ai nuk ja han hakun dijes. Paguajnë madje në modelet e menaxhimit të burimit njerëzor moderne, Amerika, Britania e Madhe, është sistemi i bonusit. Sepse e motivon, ai zotëria i turret bonusit vet. Po tërheq ndërkohë dhe karrocën tënde. Ti si aksioner, i rahat, lekun e ke hedhur, biznesin e ke bër, i jep atij vëlla, kaq që ke rrogën fikse, ke edhe bonus nëse më arrin në filan objektiv dhe ai zotëria i turret vetes e gjizë. Ne këtu nuk e shohim. Nuk e bën. Ne nuk e shohim. Kjo bonusi e bën pjesë të ndërmarrjes. Ai është më i vëmendshëm se vetë lëkurën e përfshirjen që ti djegë një lloj si ty që je sipërmarrës. Ai bukur kjo. Ne nuk e bëjmë këtë pjesë. Ndërkohë që motivi vite flas për korporatat e konsoliduara, investojnë tek fitë e tyre. Pra me të vërtet babai ndoshta s'ka pas shkollë, po ka pas guxim, ka pas kapital. Por ama te fëmia kur ka lindur është investuar, e ka çuar në shkollë. Po është investuar. Ka çuar në Bokoni, e ka çuar në Francë, ka çuar në Amerikë, ka çuar në Amerikë. Ne çovi në Rumani. Dhe nesër kthehet ai zotëria dhe merr të biznesin e babait. Bravo, sa bukur do ishte. Fantastike. Ka ndodhur. Por nuk është pasqyruar mendon akoma. Pa nga sa eksperiencë kam unë me korporatat shqiptare, në përgjithësi flas. Por janë prapë baballarët që marrin mendime. Kështu që unë nuk mendoj që ende korporatat menaxhohen, administrohen në mënyrën eficiente. Nuk kanë kështu hapësirë vendimarrje. Po sepse janë përsëri janë atë baba, kur them baballar, ata që i kanë themeluar në vitin 90, janë përsëri zotër, fjala atyre ka peshë në kompani dhe pavarësisht se fëmijët i kanë përfshirë, përsëri fjala e babait vlen. Pra ti mund thuash, djali mund të jetë mbaruar në Harvard, vjet thotë o bab, ky projekt ti po të marrësh kredi, kushton shumë më tepër se po të bësh këtë lloj transaksioni. Hajde bëjmë këtë bën. Jo thaj, se s'di gjë ti. E di unë. Baba, po u kam studiuar në Harvard. Sa e bukur kjo. Pra është kjo pjesë. Kjo është një ngërç që ekziston. Unë mendoj që nuk do zgjat shumë.
Sepse vetë cikli jetës dhe nuk është një fenomen vetëm për Shqipërinë kjo pjesë. Kështu ka ndodhur edhe për pjesën jashtë. Atë i thosha do kohë të maturohet kapitali. Punoja unë diçka çështje administrative në përshkruaj për një sipërmarrës, por shumë i gjendshëm dhe i pasuraj. E i thosha, o Mehmet, thashë, ti vërtet e shikon kështu sepse në kohën kur ti ke bërë kapitalin kanë qenë kështu, por ka ndryshuar rrugës si thashë. Por jo se di unë, ore po nuk jemi atje, tash para 7 vjet dhe 10 vjetve që ti luajt e fenë bere gjithë këta e tash. Kjo quhet reformim. Jo thasë se diti. Edhe është kjo. Tregu ndryshon, ndryshojnë kushtet, ndryshon konkurenca, vjen lojtarë të ri, ndryshon teknologjia, ndryshon informacioni, ndryshon rrethanat. Pra ka një seri tregu është gjithmonë një mekanizëm i lëvizshëm, është unë e quaj edhe në auditore quaj një ekuacion me shumë ndryshore, dhe secila ndryshore lëviz. Kështu që duhet jesh i aftë të përshtatesh me çdo lloj kushte që sjell tregu. Me njerëz, me kapital, me shumë arsye. Pra në një farmase neve kur themi investim, neve duhet edhe ti më shojmë kësaj që ora investim, po duhet të jesh shumë i vëmendshëm, duhet të jesh shumë i kujdesshëm, duhet të marrësh parasysh riskun. Ja të them dy raste kur biznesi. Si investimin e duam shumë, ai duam profesor Edisi, duam komod më, por me risk zero. Dy raste kur korporata shumë të mëdha, që gjithë i njohim, kanë humbur, sot kanë falimentuar. Edhe pse kanë qenë korporata, po të më ndërkombëtare, po më në një si rast. Për dhënë mesazhin, sepse janë gjë ose kanë neglizhuar të shohin trendin e tregut, se ku po shkon tregut. Nokia. Po. Është një kompanitë më të mëdha celulare në botë që sot ka falimentuar, nuk ekziston më. Po. Pse? Sepse Nokia, edhe pse ishte celulari, ishte telefonia e parë mobile në botë, u shpik në këto vendet në Norvegji ose në Finland, po. Pse? Sepse kishte distancat mëdha, bora, njerëz nuk flisnin dot, dikujt i shkoi mendja ore mund të ketë wireless, pra pa komunikim telefon. U shpik aty, u zhvilluan gjithë botën si teknologji, eci deri në pikën kur Nokia nuk arriti të shohë trendin e tregut që po shkohet drejt smart, te telefonave smart me të prekur. Dhe ata nuk e përqafuan, u treguan të fundit, hyri Samsung, hyri tjetër, hyri Apple-i, u përshtat. Apple-i u përshtat, Samsung me radhë dhe Nokia doli nga tregu. Doli nga tregu sepse neglizhoi ndryshimet. E njëjta gjë ka ndodhur me kompaninë e filmave japoneze, kompaninë e filmave të aparateve fotografie Kodak. Kodaku ishte lider në mbar botën, ishte e vetmja që konkuronte, i bënte lirë ato filmat, duke di, ndoshta njerëzit po ka qenë ata aparatë, kur thua fëmijëve sot nuk e konceptojnë dot, një film tip rrotull kështu si bobin që i futej aparatit, filmoja i merri live, kamera ka qenë jashtë. Ata nuk arritën të parashikojnë digitalizimin e fotografisë, që përredhoi doli nga tregu, edhe pse ishin lider në treg. Pra i them që bizneset nuk mjafton tashmë vetëm të dinë, pra këto katër komponente që thamë, kanë kapital, kanë shpirt sipërmarrje, kanë dije, duhet shohin edhe kushtet e lëvizshme. Pra doli edhe e katërta, të shikojnë lëvizjen e tregut. Të shohin tregjet, të shohin komponentet e ndryshëm që rrotullohen. E kuptoj. Në mënyrë që të përshtaten me çdo ndryshimi që sjell tregu. Po, shikoj çfarë thonë njerëzit. Në qoftë se ti na bën një bisedë që investimi këtu dhe investimi atje dhe investimi në një farmase unë duhet marr parasysh edhe riskun. Pse nuk më thuaj ti mua shqip që unë po luaj bixhoz? Jo. Edhe ky është, faleminderit për pyetjen, edhe kjo është ndër gabimet më të mëdha ose më saktë me perceptimet më të gabuara që perceptim shumë e mirë. Investimi nuk është bixhoz. Ja them unë arsyen sepse. Në bixhoz individi është totalisht në dorë të fatit. Pra, qose ti luan rulet atje, ti hedh atë goglën, atje ke 300 e sa shifra aty që rrotullohet dhe 1 ndër 300. Je totalisht dorë fat. Ti nuk ndikon dot mbi fatin. Nuk ndikon. Ose para makinetës, shtyp atë butonin e kuqja e zezë 50, të duket sikur je 50, ty të duket sikur je 50. Ma ktheve përgjigjen, por nuk e di a kuptova audienca, po vazhdoj. Pra ti shtyp atë butonin, po ti nuk e di nëse do jetë kuqja apo zezë. Je totalisht në dorë fat dhe ti nuk e ndikon me butonin, ti nuk e ndikon probabilitetin atje, dhe këtu po them versioni më të mirë 50-50, se makineta nga bravo është shpikur në mënyrë të tillë algoritmi që makinat fitojnë 10 herë e ti si individ, po e lëm këtë debat. Thjesht 50-50, ti nuk e ndikon vendimarrja jote si konsumator, nuk apo si investitor në rastin, nëse do e qunim investim bixhozin, nuk e ndikon. Letrat, ti nuk e di se cila letër do të vi. Flas për kushte normale, nëse manipulon me shumë abeti. Jo, është flas për kushte normale, po. Ti luan letra
por ti nuk e di se si do të vi dora e letrave. Pra je totalisht në dorën e fatit. Ka një farë aftësi ajo lëvizja e letrave pastaj më pas, por prapë në gjitha rastet. Në rastin e investimit jo. Në rastin e investimit ti bën një investim logjik. Ti sheh komponentët, ti po hyn në një investim dhe mendon sa kohë, pra tenton në gjitha rastet të parashikosh kush do jetë norma kthimit, cilat janë riskjet që un kam përballë, a ma vlen të hyj aty, a nëse bllokojmë kaq kohë, a do më duhen parat tjetër kundër. Pra, ndërton disa hipoteza të cilave u jep përgjigje mos vetë, duke pyetur ekspert, duke pyetur anal, duke pyetur artanë, dhe e plotson gjithë picturin dhe asnjëherë asnjë investitor, edhe Warren Buffett, edhe George Soros janë ndër divat e investimit të përbursa, kur nuk e parashikon 100% të saktë fundin e investimit. Aftësia e një investitori të zot është që ta ketë marzhin e gabimit sa më të vogël, pra t'i afrohet së vërtetës sa më shumë. Por asnjë nuk arrin dot 100%. Ama ndikojnë çdo vendim i tyre. Po pra, çdo vendim i tyre ndikon në rritjen e maksimizimit të përfitimit. Investimi është pjesë, është ajo që ti mundesh do të bësh menaxhimin, të hysh, të ndrysh, të bësh analiza, të diskutosh, të përmirësosh. Pa nuk është si të rish si hur në një rast bixhozi. Pra kjo është dallimi i të gjithë ju, jo se justifikojnë veten, edhe pse justifikojnë veten. Se unë jam sociolog, i bie gjokset fort. E justifikojnë veten për të ndëjtur në vend dhe për të qenë rehat, sepse ti po më bën një propozim mua shumë dinamik, thot ai. Shoqëri e pamaturuar, thamë. E pamaturuar. Njerëz që janë mësuar të fitojnë parën lehtë, se pastaj këtu hyn edhe prapë në fushën tënde sociologjike. Forma të tjera të ardha që vijnë nga burimet palishme, që fitohen pa djers. Edhe në mos i bësh vet, i bën vllai, i bën çunixhajës që të çon ca para me këto money transfer nëpër Shqipëri e me radhë dhe kjo të kthen i var paraziti për vërtetë. Pra është komponent dhe social kjo pjesë, pra nuk është thjesht çështje se ai nuk di. Rinia sot janë çka, unë mendoj që rinia sot më shumë herë më zgjuar se rinia jon e para 30 viteve. Pse? Se kanë shumë më tepër informacion. Ne se kishim. Ne lexonim një roman dhe e kishim kënaqësi kur flishim për atë romanin. Libër nuk gjinim atëherë kur e mendoj. Po pra, e kishim kënaqësi kur flishim një vit, krenoheshim nëpër rrjetet tona, nëpër klasë, kam lexuar X roman tërë vitin. Sot ke informacion pafund nëpër celular, nëpër video, dhe kjo është akoma se është sasia absorbimit të informacionit shumë më e madhe me video se sa të tregoj një rast me Timbir, për shembull, mua më ka surprizuar që e njifte në mënyrë brillante motorin e makinës. Kurioziteti, shikte video i vogël 14-15. Kishte qef makinën dhe unë personalisht kam shofer, mund të kem gati 20 vjet, dhe të jemi sinqert, po ndi ta mbaj mirë në makinë. Ama në çik po të ndryshoj zhurma, çete mekanikën se nuk merrem. Është çështje profesioni apo pjesë. Pra ndia, ndërkohë që këta marrin informacion të jashtëzakonshëm. Pra nuk e marrin si profesor, ti thua që hynë në brendësi, se hynë në brendësi. Varet, po në përgjithësi hynë. Dhe kanë atë pjesa është që jetojnë pak në një botë paralele. Hynë dhe ngelen aty ka bota paralele. Pa kur ti thua, ore, ma hap çik motorin e makinës më tregohet, aty pastaj janë çik më dembel. Thonë se ta shohun, po kompjuteri. Pidin gjitha gjërat e kompjuterit, ama kur ti thua, ore, ma hap ashtu çik të emailin, se mos më ka marrë virus e jo. Nuk do t'ja di. Atëherë se është çështje janë mësuar ti kem gati. Po ka kuriozitet për atje online, si s'ka kuriozitet për veprimin konkret. Është çike frikshme kjo. Por i them unë pjesa e virtualitetit. Por i them gocës unë, më ç'është më tregon një lojë goca, 10 vjeç. Rregullon një shtëpi, rregullon. Po jam ku ke dhomën i thashun, merru më me dhomën tënde. Jore në botë nuk merret me dhomën e saj, merret me atë aty, ja e rregullova këtë, e vura dollapin këtu, sepse edhe këto lore janë bërë joshse, dhe kapitalizmi ata që i prodhojnë në mënyrë të tillë që t'i mbajnë të lidhur në virtualitet. Pra, na duhet edhe një gjë duhet të ndalem edhe do ta mbyllim. Ne kemi biznese këtu që quhen biznese VIP korporata, të mëdha. Por këta pse nuk marrin iniciativa që shqiptarët të futin aksione atje? Ata janë gjithmonë të mbyllur, gjithmonë shkojnë ke banka, nuk e hapin derën. Ky është një fenomen që nuk është i thjeshtë, nuk ndodhet në Shqipëri. Kjo në gjithmonë në këto vendet në zhvillime sipër që kanë demokraci të pakonsoliduara, ku imponimi i ligjit apo rregulli i ligjit nuk është si duhet. Korporatat janë çik si më guac, pra kanë atë tendencën të mos jenë transparente, e para për evazion fiskal. Kjo është kryesorja. Se duhet t'i paguajnë më pak shtetit, po dhe jo vetëm.
Ka raste që nuk duan edhe t'jo marrin pa kontrolluar. Nëse ti do ishe një shtet ku të ndodhet çfarë të ndodhet, ti e di që i troket në derën e gjykatës dhe nuk të hahet haku. Por të jemi gjithmonë e drejta, ti jeni të bindur që nuk do të kesh asnjë frikë. Pra kjo është në parim flas pjesa e sociologjisë, e asaj psikoanalizës që mund të bëj unë. Por kam edhe nga eksperjenca që unë kam pasur në tregjet e kapitalit me kompani që u kanë shkuj, kanë pyetur pse nuk vini të listone. Shihni aksionet të rrisit kapital. Pra të vini për fitimin tuaj. Pra është kjo pjesa, a e di, është shpreha e famshme, a e di ti se çka kam kaluar unë 30 vjet që ta sjell korporatën këtu. Dhe tash t'ja u bëj gati, t'ja jap gati shqiptarëve. Do rri unë të merrem për të marrë një vendim me 3 milion shqiptar, ndërkohë që kjo në radhë parë rastin më të keq është një herë mungesë edukate juridike. Sepse Samir e solle po. Absolutisht, sepse vendimarrja në kompani ka dy mazhoranca. Nivele që quhen atje që. Mazhoranca e thjesht 50+1 për çdo vend për vendimet kryesore, me këto të përgjithshme, dhe ka një mazhorancë absolute që është 75+1 për të marrë çdo vendim në kompani. Pra, e thënë juridikisht, për një korporatë, si që është 75% aksioner, si që janë 100% aksioner, një lloj veti merr gjithë vendimet. Pra këtë frikën që ata kanë. Po që ata kanë. Kështu që ata nuk mos lejojnë rritjen e ata nuk i pengon asnjë lloj gjëje që çesin deri 24% aksioneve dhe përsërit janë prapë mbretër. Pra e them gjithmonë, unë nuk do e doja këtë lloj marrëdhënie, por fundja ajo frika atyre që kanë në Shkodë, se u mungon kultura juridike për ta kuptuar që nuk ndryshon asgjë. Ti nuk e do, po bën një propozim se të jenë komod që ta aplikojnë. Ja u kanë bërë disa. Qëndroni ke 24%. Ja, justifikimi janë mësuar në atë strofën e tyre. Po duhet i mësojmë në 24%. Janë mësuar ata në atë strofën e tyre, Ronaldo, nuk duan tu përzihet njëri nëpër këmbë. Ato lidhje që duhen t'i mbyllin me shtetin e me tatimet e njëri. Evazioni jo transparenca. Kjo situatë, mendoj unë, do ndryshoj kur të vinë, unë thash, bit kanë ardhur, janë alokuar në për struktura fëmijët, e shkolluar mirë. Po që janë shkolluar jashtë. Por kjo do ndryshoj mendoj unë mbasi ata të marrin. Po deri atëherë neve nuk e shikojnë në debate televizive këtë 24%. Duhet të nxisim me 24%. Deri ne do vazhdojmë me këtë kronik kapitalizmin e famshëm, pra me këto lidhjet e shkurtra të gjata. Kështu, nga sipër e nga poshtë. Po duhet nxitur kjo. Duhet nxitur se 24% që këta i bën shumë komod. Marrin 24% kapital të shqiptarëve dhe përsëri vendosin vetë. Beso, ndërkohë që parat shqiptarëve ka plot vërdalla. Po ka plot para. Unë nuk e di, u thash një shifër para disa ditësh që vetëm në sektorin bankar janë 15 miliardë euro depozituara. Pra ato kursimet e vogla, jo investimet, vetëm kursime 15 miliardë, jo milion, miliardë euro janë sot që depozituara në për banka, nuk krejnë kot se gjysma jepen kredi, po jepen nga banka ma. Nikoj që shumë jo mund t'investoj vetë, pse t'jele banka. Po këto janë kursimet e shqiptarëve, 15 miliardë. Po pra i kanë lënë 2% atje. Dhe këtu po flasim për kursimet, pra vetëm për paranë që është në sistem. Po që është në sistem. Ka dhe para jashtë sistemit, të cilën askush nuk e di se në çfarë niveli është. Gjithton ka, por që po ja kjo është 15 miliardë, i hedhin shqiptarët që i fusin me 2% ta zëm, sa që është. Edhe vete një sipërmarrës nga këta që janë VIP, edhe e marrin me 7% me 8%. Ai mund ta fusi direkt te aksioner, ke 24% që duhet mëshuar fort. Po. 24% sa bukur ma the, 24%, pra juve mos toleroni më shumë se 24% bëhen 20 aksioner. Po 24% nëse ti e ke korporatën me ta them 2 miliardë, sa e ka i manja, 2 miliardë do të thotë që ti do lere ti 500 milion euro i merr nga qytetarët komod fare, zgatrohesh fare me 7%. Kjo ishte. I tham, unë do ta bëj transkriptimin aty dhe do të nxjerr pikat. Shumë faleminderit, u kënaqa shumë. Herës tjetër do kem parasysh përsëri pikat dhe brenda mundësive na duhet ta zhvillojmë, por mundohu të kuptosh se unë kur bëj intervista me të ftuarit e bëj me letrën e bardhë. Dhe çfarë ai flet filloj edhe ndërtoj. Ke parasysh dhe mundesh më bësh edhe për mua. Shumë tano, vajti fix. Sa bukur që ma ka 24%